dy polet nuk janë dy parti, aq më pak. Ti do bëje koalicion me doktor Berishën tani? Shikot, kur të marrojnë zgjedhjet i diskutojmë të punë. Unë po t'ishe për doktor Berishën ishe atje ke lista madhështore. Unë mendoj që në të gjithë këtë lloj historie nuk ka shumë gjëra për të mburr. Po, nuk bëj një herë sepse bën një ligj për të nxjerrë jashtë lojë kolegët e vet zorën në opozitën në një farë mënyrë. Se kjo dëmton ky ligj që bën, kjo marrëveshje që bën. Edi Rama me Berishën, Ne ta pyesim zoti Kalan. Jo më do ta pyesim dhe Kalan, po besoj që e mendon si unë. Se si që theti që ka dy pole dhe unë për të them ka një logjik që është lineare, ti mund ta kundërshtosh për tifozlik partijak, po realiteti është ky, që opozita shqiptare dhe jam i sigurt që do marrin mbi 50% të votave. Po për efekt të këtij ligji mund të marrin më pak deputet. Dhe atëherë do më thonë mu, çfarë zgjedhje bukur është kjo? Ti ke fjalën për ligjin për ndryshim konstitucione 2008 apo për ligjin tani? Jo, po flasim për ligjin se në fakt dhe kodi është po e 2008-s. Dhe në fakt në vend që të përmirësohesh, haptet ca hapësira tjera, është përkeqësu. Ai para 4 vjetëve ishte më liberal, se kishte ca shanse. Ai para 4 vjetëve tjera kishte edhe koalicione, po e them. Ky s'ka kur gjë. Domethënë ky kot është një marrëveshje midis dy kryetarëve të partisë për të marrë koalicioni Dashami Shej, koalicioni djathtas për zhvillim. Po. Koalicion, pra pse thon s'ka koalicion? Po s'ka koalicion mërti, ajo është në faktin si e mërtes partijake, se cila listë nga ato për efekt ligjor punon si partije vetme. Se ti mund t'ja vesh, jo koalicion, mund t'ja vesh dhe konstelacion. Ajo s'ka lidhe fare. Lista është unike, është një partijake. S'ka koalicion në konceptin e për çfarë votat? Shpërndahen? Po sigurisht që shpërndahen votat. E megjithatë, ne si thush që kemi hyrë detit në këmbë sepse mendojmë që është më e rëndësishme për të lëshuar një sinjal politik